Ruajtja e sekretit në Islam. Në udhëtimin e kësaj jete, zemra e njeriut mban pesha që shpesh syri i botës nuk i sheh. Ndonjëherë, një vëlla ose motër në besim afrohet, i shtyr nga besimi dhe nevoja për shpirtin tënd dhe të beson një sekret. Një thërmi të jetës së tij, një breng apo një të mefshët që do ta mbaj larg syve të tjerëve. Ai dini se çfarë është ai sekret? Ai nuk është thjesht fjalë, është amanet. Është një urë besimi e ngritur mes dy shpirtrave. Në Kuranin fisnik, krijuesi i gjithësisë nuk lë njerëzit të bredhin në errësirën e pakujdesisë. Ai na urdhëron me prerje të ruajmë amanetet dhe mos të bëhemi shkak për shpërfaqjen e të tjerëve. Zoti i Madhëruar thot në suren En-Nisa: Krijuesi ju urdhëron që t'u ktheni amanetet atyre që u takojnë. Surja Nisa 58. Dhe në suren Enfal, Zoti ynë na paralajmëron me butësi, por edhe me peshë. O ju që keni besuar, mos e tradhoni Allahun dhe e të dërguarin, e as mos i tradhoni amanetet tuaja me vetëdije. Surja Enfal 27. Kur vëllai ju të beson një sekret, ai ta ka lënë atë si amanet në dorë. Nëse ti e zbulon atë, ke thyer një besë jo vetëm me të, por ke lënduar një parim që Zoti e ka ngritur mbi dashurinë dhe mbrojtjen e ndërsjellët. I dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam ishte mbrojtësi më i madh i nderit dhe sekretit të besimtarëve. Ai na mësoi se mbulimi i të tjerëve është stoli e besimtarit. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: Kush i mbulon një të mefshët ose një sekret vëllait të tij musliman në këtë botë, Allahu do t'i mbulojë atij të metat në këtë botë dhe në botën tjetër. Çfarë premtimi jashtëzakonshëm! Të mbulosh një sekret sot, do të thotë të fitosh mburojën e Allahut në ditën kur të gjithë do të kemi nevojë për mëshirën e tij. Dhe në një transmetim tjetër, ai qartëson natyrën e bisedës. Mbledhjet dhe bisedat janë amanet. Nëse vllai yt të fletë dhe pastaj kthehet ose largohet, kjo fjalë mbetet e kyçur në zemrën tënde. Ajo nuk është më pronë e gjuhës tënde për t'ia treguar botës. Të ruar sekretin e vllait tënd do të thotë të bëhesh muri i tij kur fryn erërat e tashethemeve, të bëhesh streha e tij kur bota kërkon ta gjykojë, të bëhesh kasaporta e nderit të tij ku asnjë dëmtuar nuk mund të hyjë. Njeriu i mirë nuk është ai që nuk di gjërat për të tjerët, por ai që edhe pse i di, i varros ato në thellësinë e shpirtit të tij dhe nuk i nxjerr kurrë për të lënduar dikë. Le ta kujtojmë gjithmonë, zemra e besimtarit është një kopësht ku sekretet e vëllezërve mbillen dhe mbulohen me pafajësi, jo një rrugë ku ato shpërndahen me pakujdesi. O Zot, na bëj prej atyre që ruajnë amanetin, që mbulojnë të metat e vëllezërve tan dhe që gjejnë mbulimin tënd ditën kur do të dalim para teje.